إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdë dhe falendrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjalaluhu wa taqaddaset esma'u. Salamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër besimtar, sa herë që vijnë data të rëndësishme për fenë tonë dhe për popullin tonë, neve na I kujton sakrificën e madhe që ka dhënë ky popull, gjakën e shumtë që e ka derë, hjekat e shumta të popullit ton, të baballarëve dhe gjyshërve tanë, sakrificat e nënave tona dhe bijve tanë, dhe pastaj na shtohet dashnia për vatanin dhe për vendin, për arsye se dashuria për vendin është natyrshmëri në njeriu dhe besimtarit. Me dash njeriu vendin e tij, ku ka lind, ku ka sakrifikuar, ku ka derë në mund dhe ndjerës, është pjesë e natyrshmërisë së njeriu. E lere ma ku neve I lexojmë historinë tonë të dhimbshme të popullit tonë, që shumë ka hek, shumë ka sakrifikuar, shumë ka derë gjakë edhe mund për me ba shtetin e vetë dhe me ba dy shtete që I kemi. Prandaj kjo dot që sot neve kur vjen muslimani mirëfillt, besimtari mirëfillt, I kujton këto gjana dhe fillon me punu shumë pastaj për mirëqenien e vendit, ja shton dashurinë sepse është pjesë e natyrshmërisë së besimtarit. Për këtë thot një thanje e vjetër arabe, bi hubbil awtani umiratil buldan, me dashurinë për vendin janë ndërtu shtetet. Për dashurinë ndaj vendit dhe ndaj vendeve janë ndërtu vendet dhe shtetet. Ku neve e dojmë vendin, punojmë dhe ndërtojmë atë. Ku neve nuk punojmë për vendin dhe për shtetin ton, atëre aludon që ne nuk jemi duke e dashur ashtu siç duhet. Allahu Jalla wa Ala këtë çështje na tregon në Kur'anin famlart, kur besimtarëve I ka urdhëruar që të luftojnë për mirëqenien e tyre, për dinin e tyre, për vatanin e tyre, për vendin e tyre. Allahu Jalla wa Ala thot: "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah." E çka thot, ç'kemi ne që nuk luftojmë për hir të Zotit Jalla wa Ala? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, ku ne thot jem nxjerr nga vendi jon dhe nga familjet tona dhe nga fëmijët tonë. Pra kjo aludon që njeriu përpos që e mbron dinin e tij, e mbron vatanin e tij, shtëpinë e tij, familjen e tij, e ndërton mirëqenien e tij. Aisha radhiyallahu ta'ala anha transmeton një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha qada ahadukum hajjahu فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره." Kur dikush prej juve thot e kryen haxhin e tij, ta shpejtoj shpejtët kthimin tek vatani I tij, sepse kjo është më shpërblyese për ta. Pra shpejt më u kthye dhe me rujt vendin dhe me u marr me ta, sepse kur ne nuk mirëmi me ta, vjen tjetër kush dhe mirët me ta. Edhe ta përdhos pastaj vendin, edhe mirëqenien, edhe fëmijën edhe familjen. Dashur vëllezër besimtar, si ruhet vendi? Si qohet e para vendi? Si ruhet vatani? Kallaja është ne me festu për një ditë, edhe pastaj 364 ditë mos me mirë mbajt vendi. Kallaja është. Po si ruhet vendi? E para dashur vëllezër me besim në Allah. Kur robi e beson Zotin ç'është duhet, ka me rujt vatanin më mirë se sa çdo kush tjetër.
Sepse e din që ka me dalë para Allahut nesër në ditën e gjykimit, edhe Allahu Xhalla wa Ala ka me marrë në përgjithësi, sepse ai na i ka dhënë këtë vend. E ti është ky vend, toka e ti është. Na ka bët mundur të jetojmë. Edhe na vyet, a kena jetu me dinjitet apo jo? A ja kena dhënë hakun apo jo? A kena rujt kur është dasht apo jo? A kem punu për ta kur është dasht apo jo? Apo vetëm me një ditë jem mjaftuar? E dyta, du të më urujt nga fesadi, nga e keqja, me rujt vendin nga e keqja, me rujt shtetin nga mos përhapja të këqijave, sepse Allahu Xhalla wa Ala nuk e duron një vend që i përhap të këqijat. Allahu Xhalla wa Ala të dhahara al-fasadu fil berri wal bahri bima kasabat aydin nas. Është shfaqet fesadi, e keqja në tokë dhe në det. Çfarë arsye është? Për shkak të durve të njerëzve. Për shkak tonit. Prandaj nëse dëshirojmë ta çojmë vendin të para, qoftë ne si popull në Kosovë, qoftë vëllezërit tanë në Shqipëri, nuk do të me hap fesad në tokë. Nuk do të me bë fesad në shtet. Nuk do të me hap dyert e këqija që na vijnë nga lindja dhe perëndimi dhe na imponohen të votojmë në parlamentet tona për arsye se e humbmi pastaj të drejtën e të qenurit një vend ashtu siç don Zoti dhe pejgamberi. Çështja tjetër, me a ditë vlerën vendit. Nuk mjafton vetëm me e bën një shtet. Kem sakrifikuar thash shumë, edhe është derë gjak shumë për me bë vendin, po nuk mjafton vetëm kaq. Lufta e vërtet fillon pasi që ta bëjmë. Edhe lufta e vërtet është këtu që 20 e sa vite, që 100 e sa viteve në Shqipëri. Pra arsye se ne nuk ja dim vlerën, nuk jem të ja ditë vlerën shtetit. Nuk jem të ja ditë vlerën lirisë. Nuk jem të ja ditë vlerën ekonomisë. E Allahu Xhalla wa Ala na mësimin në Kur'an dhe thot: "Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Allahu thot ka pru shembull një vend i cili ka pas siguri. Ka pas siguri. Ka pas ekonomi, ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Risku i ka ardhur në të nënt. Pra, për me mojt shtetin kam, lypet siguria dhe ekonomia. E Allah përna të redhon në Kur'an, dhe keferat bi an'umillah, e thot këta i përbuzën të dy nimetet të Zotit. E përbuzën sigurin që Allah ja ka dhonë, ja ka mundësu me pas sigurin, e përbuzën, nuk ja ditën vlerën. E përbuzën thot ekonomin që i vinte në të gjitha anët, e Allah azza wa jalla thot, fe keferat bi an'umillahi, فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allahu ja mveshi petkun e pasigurisë, të frikës dhe të fukarallakut për shkak të durve të tyre, për shkak që nuk ja ditën vlerën vendit. A e dim në vlerën sa duhet? Wallahi jo. A e dim vlerën sigurisë që ti dhon flajmë të qetë kur të tjerët na ruajnë në kufi, kur të tjerët kanë sakrifikuar që ne të flajmë të qetë. A e dim vlerën, a falenderojmë Allahun, a zëmi thonë Allah, alhamdulillah. Kem qenë pasigurt, s'kem guxu në borë me dalë, s'kem guxu në lagje me dalë, jem të sigurt me dhanë, alhamdulillah, më ngriton për o Allah, ruje këtë vend, o Allah, ruje këtë popull, o Allah, shpërblej ata të cilët në rujnë neve, janë zgjut kër ne jenë fjetë. Kjo është me falendru Zotin, sepse Allahu Xhalla wa Ala thot, la in shakartum, la azidannakum. Kur ju falenderoni, unë e shtoj mirësin hala më shumë. E kur ju mohoni, dënimi Allah të shtiron pastaj. Pra me falendru Zotin për mirëqenjen e sigurisë edhe mirëqenjen e ekonomisë. Elhamdulillah. Kur më mirë populli jonë si ka pas serenet me idare si çdo populli, as në Shqipëri as në Kosovë. Kur më mirë eç. Ka fukarallak, është e ditur. Ka njerëz që s'kan, ka njerëz që më nxjerr shtyn mujin. Po si përgjithësi, kur më mirë si kem pas serenet, elhamdulillah. A themi elhamdulillah o Zot. Tyt për këtë falëndërimi që ne kemi mësuar të mira, me falendëru Allahun për arsye se Allahu thot, kur ju falenderoni e shtoj mirësinë, kur ju e mohoni, këtë mirësi pastaj ja u marr. E për me rujt shtetin është
me falendru Zotin dhe me ja dit vlerën. E ditja vlerës nuk është tash vetëm për një ditë, po është për gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë vitit. Që pastaj kur vjen dita e pavarësisë, ti me pas arsye me thonë, mirë be valla, po punojna, alhamdulillah, ja vlen një ditë pushojna, edhe festojna. Ama vallahi, është e dhimbshme kur ne festojmë, edhe kur ne i kujtojmë, edhe gjendja nuk është mirë. Është e dhimbshme. Është e dhimbshme. Çështja tjetër dashur vëllezër, vendi qohët e para vetëm duke u bashku dhe jo duke u përçarë. Vendi, shteti mahet duke u bashku. Duke i bashku interesat. Duke i lanë anash ideologjitë ndryshme. Duke i lanë anash interesat partijake, interesat klanore, interesat personale. Ku neve i lanë anash këto edhe na bashkon interesi i përgjithshëm, atëre shkojmë të para. Kur përçarja është e madhe, wallahi nuk ka hajr. Nuk ka hajr. E përçarja është shumë e madhe në mesin e popullit tonë. Përgjithësi, kur them popullit tonë, kam për qëllim gjitha trojet tona. Gjitha. Përçarja e madhe. Shumë është e madhe. Prandaj kjo neve nuk na çon të para, vetëm bashkimi. Sepse njeriu një thupër e thën kollaj, ama kur ti mbledhsh shumë thupra me një vend, nuk mundesh me i thy kollaj. E një ka një na thën armiku krejtve në korrez. Prandaj ne duhet bashkohemi për interesat tona dhe jo të përçami. Çështja tjetër dashur vëllezër, marrja e përgjegjësive. Secili që është në një vend të caktuar, që është përgjegjës për diçka, duhet me qenë prej atyre njerëzve që i del hakut vendit ku është përgjegjës. Sepse Resulullah thotë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej juve është bari dhe çdo bari ka më marrë në pyetje për kopën e tij. Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo njeri që ka qenë udhëheqës i 10 vetave ose më shumë, ka me ardhur në ditën e gjykimit i prangosur durë të lidhura. Ka mund gjallë tek Allahu me durë të lidhme. Çdo kush që ka qenë përgjegjës për 10 veta e më shumë. E lere mu me qenë udhëheqës i komunës, me qenë udhëheqës në dikaster të ndryshëm, me qenë kryeministër apo kryetar apo çka do qoftë ajo. Edhe i zgjidhën durë, thot, në qoftë se ka qenë i drejtë, në qoftë se ka qenë i pa drejtë, hudhet në xhenem me durë të lidhura. Shtrohet pyetja, pse bash durë të lidhura? Pse s'ka në hadith kam të lidhura ose diçka të tillë, po ka durë të lidhura. Për arsye se politikani kur on poziti ka durë të lira. E kuptoni? Kur është në pozitë nalt politikani, ka durë të lira, thot populli, mund me bë çka dojnë, me nënshkru çka don, e me bë favore gjithkujt. E për çka Allahu ja lidh dorë ditën e gjykimit. Para se me ja lidh policia këto, i lidhen atje pastaj. Këtu mundet me i ik ndoshta drejtësisë, po drejtësisë te Allahu s'u ik. E wallahi kur ne mendojmë këto, edhe jem përgjegjës në vend, në shtet për diçka, pashani Allah kemë punu mirë, se e dim që një ditë kemë me kthy të Zoti xhallal xhelal. Me marr veten në përgjegjësi, sepse e dim që kemë u lidh ditë, edhe pse mund jemi ik lidhjes në këtë dynjë. Të dashur vëllezër besimtarë, kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që duam të diskutojmë para juve është se kohëve të fundit kemi ndëgjuar zëra që synojnë ta shndrojnë çështjen tonë kombëtare në përçarje. Përçarje. Ka nga ata që identifikojnë çështjen kombëtare edhe çështjen shqiptare si vetëm një feje të caktuar. Edhe musliman dojnë me i përjashtu krejt nga shqiptaria. Krejt dojnë me i përjashtu nga shqiptaria. Dhe më thonë, ti me qenë musliman, thëtë si e shqiptar. Do të pa tjetër me qenë një feje tjetër për me qenë shqiptar. Kjo është shumë rrezikshme, shumë është rrezikshme, shumë është përçarse, shumë është dashakeqe për popullin tonë. Na jemi 95% musliman, alhamdulillah. Na e kemi bërë këtë vend. Edhe ne, edhe në Shqipni edhe krejtë. Pa humbur mundin e të tjerëve, po na jemi shumicë këtu. Nuk mundet me na tregu dikush kush është më shqiptar, kush nuk është më shqiptar. Sepse po të heshmi ne i kësaj, ne si Hoxhallar, edhe ne si vend dhe si shtet, kemi i pas hyn hak dhe kishme me tradhtu Haxhi Ymer Prizrenin.
i cili ka qenë themeluesi i lidhjes Prizrenit. Po gjukon dietar. E një prej disa pika të lidhjes së Prizrenit cilat kanë qenë? Kanë qenë të gjithë në punë si Shqipni du të me folë shqip. Haxhi Prizren. E dyta ka thonë, arsimit për hapej dhe të zhvilloj në gjuhën shqipe. Në xhami u majt lidhja Prizrenit. Nuk u majt të tërkun. Të ndaheshin mjete pastaj për zhvillimin e shkollimit kombëtar. Do të më hynin në hak Daud Efendi Boriçit, që ka qenë hoxha i madh, i cili gjithashtu është themeluesi i lidhjes së Prizrenit dhe shkruesi i parë i abetarës në gjuhën shqipe. Ai ka bërë abetarën në gjuhën shqipe, hoxha kon, i cili ka thonë shqiptari në mënyrën e shkronjave që kam kallëzue, brenda pak kohe mundet me shkrue gjuhën e vet. Këto janë fjalë të hoxhës. Qofse heshmi para tyne lëvizjes Deçanit e disa të tjerëve që mundohen me na përjashtu të gjetën nga shqiptaria, atëherë kemi hyrë hak Haxhi Prizrenit. I kishmi hyrë hak Haxhi Hoxh Daud Efendi Boriçit. Do të hynim në hak Hafiz Ali Podgoricës, i cili ishte kryetari i Durrësit. Hafiz a di çka do të thonë? Me ditë Kur'anin përmend shkret. Hoxhi i madh edhe me ditë Kur'anin përmend. E ky ka qenë kryetari i Durrësit. Ky është ai i cili e ngrit flamurin para te Ismail Qemali. Që ky e ngrit flamurin, po në film se çesë normal. Ky o kon hoxh i cili e ka ngrit flamurin e pavarësisë. Do të hynim në hak tina, sikur ne ti dëgjojmë këto pallavrat e tyre çdo ditë. Do të hynim në hak hoxhve Bidibrës, i cili e nënshkroi pavarësinë, po mos ta nënshkruante ai, nuk do të ndodhte sepse lypnin fetva për hoxhës. Haxhi Bidibra ishte nënshkrues i pavarësisë së Shqipërisë dhe i flamurit. Do të hynim në hak Hafiz Ali Korçës, hoxh i madh, i cili ishte ndër mësuesit e parë të shkollës shqipe në Korçë. Do të hynim në hak Hafiz Ibrahim Dalliut, hoxh i madh, dietar i madh, i cili e themeloi shkollën e lartë shqipe në Elbasan. Do të hynim në hak Mulla Idris Xhilanit, që është joni, i cili ka dhënë pare të vetat personale me hap shkolla shqipe me i tepe me mësue nxënësat gjuhën shqipe. I cili ka thonë, s'ka fe pa dhe. Kjo është fjalë e Mulla Idrisit, rahmetullah ala al-jami, Allah i mëshiroft të gjithë. S'ka fe pa dhe. Dhe ka thonë, pa një dhe të lirë, feja nuk mbahet dhe nuk mund të ushtrohet. Dhe ka thonë një fjalë të madhe. I ka ndalu njerëzit që migrojnë, të lanë vendin dhe të shkojnë të tërkon. Çka ju ka thonë? Jemi përgjithë që ka thonë para Zotit dhe para kombit, për varret e prindërve dhe gjyshërve tanë. Kemi dhënë përgjithësi, thot para Allahut nesër ditën e gjykimit, për varret e baballarëve dhe gjyshërve dhe stërgjyshërve që janë në këtë tokë, sepse nuk guxojmë thot t'i lajmë në dorën e atyre derrave që do të na i lavrojnë thot neve na çallnikët, slav, varrezat e baballarëve dhe gjyshërve tanë. Kështu i ka thujt Mulla Idris Xhilani. E pastaj me dal edhe me thonë që ja dush me qenë katolik, ja se si e shqiptar, ja dush me qenë i filon fes, ja si e shqiptar, ja dush pa tjetër me vendos flamurin në qafe, pastaj kryt mull të poshtë, në kofe, vallahi që ta se thot një njeri menqër. Ta nuk e thot një njeri menqër. Këto e thot vetëm ai që s'ja dën të mirën këtij populli. Këto vepra janë për çarse dhe shteti jonë do të mirët me ta. Do të mirët me ta. Sepse Allahu alem, Allahu e din se ku janë duke e quajnë këta njerëz. Shumë janë të dyshim, shumë janë dyshim financat e tyne, shumë janë të dyshim kush qëndron prapa tyne, prandaj këto thirrje janë për çarse në popull. Këto ne duhet t'i ndalojmë. Kur them t'i ndalojmë, jo na dalmë dhe të bëjmë hallakon, po shteti jonë duhet t'i ndalojë, do të mirët me ta. Pra arsye se kontributin e hoxhallarëve, kontributin e dinit Zotit, e muslimanëve të vendit s'ka kontest që e mohon. Prandaj ne s'kem as çka të flasim për këtë punë, se ne jemi themelues të tij, 95% jemi musliman. Mbi 70% në Shqipëri, edhe pse me dokumenta i kanë ul kohë shumë, kohë të fundit. Do ne jemi ata që i kanë themelu. S'ka kush që e mohon këtë çështje.
Prandaj dashur vëllezër, dashuria për vendin neve na bën që të punojmë për te. Wallahi nuk mundet me qenë më patriot dikush se sa unë këtu. S'mundet me qenë. Sepse mu feja më tregon që dhe mëson që kur vjen armiku, me i dalë përballë dhe me mbrojt dinin, me mbrojt vatanin, me mbrojt shtëpinë, sepse prej gradëve të shahidit është ai i cili e mbron shtëpinë e vet, familjen e vet, pasurinë e vet. Edhe nuk më thot feja mu me ikë dhe me shku në Stankovec. Në ballë janë ata që i kanë bërë ballë, armikut janë njerëz të besueshëm, njerëz që ja kanë pas frikën Zotit, janë njerëz që ja dojnë të mirën këtij veni, e në krye tyne kanë qenë edhe Hoxhallah, qoftë në luftën e fundit, qoftë prej kur ka fillu domethënë çështja kombëtare duke lutur Zotin xhallahu ala që të harroj vendin ton, të harroj kombin ton, të harroj shtetin ton dhe shtetet tona kudo që gjenden dhe gjithë ata vëllezër që jetojnë jashtë shteteve tona, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na ruaj nga sherrri i armiqve të mbrëmshëm dhe të jashtëm, duke lutur Allahun xhallahu ala gjithë ata të cilët dëshirojnë keq për vendet tona, Allahu azza wa jalla t'ia kthejë në veten e tyre, në familjet e tyre, në vendet e tyre prej kavin, duke lutur Allahun xhallahu ala që na i mundsoj ta falenderojmë për mirësinë e sigurisë, dhe mirësinë e ekonomisë, dhe mirësinë e vendit dhe mirëqenies të gjitha që na i ka dhënë neve. Është vlerë dhe është vetëm prej Zotit xhallahu ala, pastaj neve na ka thënë si shkak dhe sebeb për t'i marrë ato, duke lutur Allahun xhallahu ala që na i mundsoj të jetojmë me dinjitet, faqebardh, me moral, me etik, me din, me namaz, duke a ditë vlerën të gjitha mirësive që ne ka dhënë Zoti, vetëm këtë formë ne e ruajmë vendin tonë, e ruajmë shtetin tonë, e ruajmë mirëqenien tonë, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.